Mirëmëngjesi, zotë Erben, si je? Na si e veçantë ju kam më në fund drejt për drejt, si ju kemi kërkuar gjithandej. Faleminderit shumë. Mirë, a jemi duke prodhuar rrymë momentalisht apo jo? Po, Arben, zotë. ti përshet që jem shumë të nxonën, jem shumë me operime të marrë. Po, kam parasysh, vile kam përshtypjen që vetëm kur t'ju shat gjithve me dorë za atje brenda, tu mundu mi rregullu. Gjithë jem atje. Edhe filterin edhe bojlerin. Gjithë menaxhmenti kanë qenë edhe të bojlerat edhe të filterat. Çka po ndodh momentalisht? Si është furnizimi? A jemi të prodhu rrymë ajo? Se kam një kamera aty, vetëm njërin nga tymtarët po nxjerr pak tym fakt dorën zamur kështu. Po natyrisht na e kemi funksion në njësim B1 të termocentralit Kosova B me 260 MW dhe njësinë O5 me 130 MW në Kosovën A. Okej. Dhe kjo ka vazhduar që nga dita e djeshme apo kur u kthyen në funksion? Po Arben, na jem tu punu, jem maksimalisht tu operu me njësitë tona. Fatkeqësisht po ndëgjojmë deklarata që dikush po i gëzohet ramës të njësive, është fatkeqësi kjo të e marrë parasysh kushtet e rana që i kanë punëtorët edhe angazhimin e tyre maksimal që japin 24/7. Do në thonë është të punu me 3 ndrime, është fatkeqësi që ne i zyrtar publik del edhe thot e gëzohet faktit se është rani njësi dhe nuk do të kthehet kurrë. Pse kush është gëzuar, zoti Bucolli? Nuk kam parë dikush që është gëzuar. Po shumë deklarata që po i gëzohen fakteve të tilla. Duhet me pas shumë qartë opinioni publik se Korporata Energjetike e Kosovës që nga viti 2013 përgjegjësitë e prodhimit dhe përgjegjësitë e furnizimit janë të ndara. Korporata Energjetike e Kosovës nuk merret as me import, as me eksport përveç të pritave të energjisë elektrike dhe ato që janë në shumicën e rasteve shiten në periudat e natës kur konsumi bie jo vetëm tek ne, po edhe në rajon. Dhe Korporata Energjetike e Kosovës është e licencuar veç për eksploatimin e të ngjillit edhe prodhimin e energjisë elektrike me 2 termocentrale. Në këtë rast, Korporata Energjetike e Kosovës punon maksimalisht për me prodhu, se na e kem përfitimet edhe biznesin primar e kem me prodhu edhe me shit, por nuk është përgjegjësia jonja furnizimi konsumatorëve të fundit. Edhe na as nuk është përgjegjësia jonja me ditë sa është konsumi, as nuk është përgjegjësia jonja për me furnizuar qytetarin. Përndryshe, na po i bëjmë përpjekjet maksimale, edhe duhet me pas edhe parasysh edhe çmimin që na ofrojmë një çmim për konsumatorët fundor, e ofrojmë një çmim për 29.5 euro që nuk është as në rajon, as në besoj as në Evropë. Mirë, më intereson momentalisht me sa përqind i bie që jemi duke funksionuar, sa përqind e termocentralet është në funksion? Dgjoj, Arben, duhet me theksu edhe një fakt që në njësitë tona, domethënë në njësitë e Kosovës A nuk është investu prej 60 viteve, domethënë prej se kanë filluar me operu, ndërsa në Kosovën B prej më shumë se 40 viteve. Tash kanë filluar projekte të mëdha kapitale, siç janë në Kosovën B është e paraparë që të modernizohet edhe bëhet rehabilitimi i cili jo vetë do të shtoj kapacitetin e prodhimit, por do të funksionojë mas përfundimit të projekteve do të funksionojë edhe bazuar në standarde më të larta të BE-s sa i përket çështjes ambientale. Tash këto projekte veç modernizimi turbinave është projekte për 1.56 milion euro, e kemi projektin e elektrofiltrave i cili sipas Bashkimit Evropian, sepse ky udhëhiqet nga Bashkimi Evropian, është mbi 100 milion euro dhe prej tyre pas me qenë se studimi fizibilitetit nuk i kishte paraport të gjitha projektet, është dalë edhe projekti delatimeve i cili është financuar komplet nga keku në një shumë mbi 20 milion euro dhe ka përfundu në vitin 2023, që do të thotë se Korporata Energjetike e Kosovës ka kryer gjitha obligimet e veta, karshi Bashkimit Evropian edhe fondit që është nda prej 80 milion eurove për implementimin e elektrofiltrave. Gjithashtu në Kosovën A, strategjia kombëtare e energjisë e ka parapo rindërtimin ose rehabilitimin e SEPOK-u një njësie dhe ajo do të jetë jem të bëj përgatitje që me 4 karrik do të bëhet hapja e parë që të shohim sa aplikues kemi,
është bo një punë shtetë e madhe, është bo përveç ekspertëve të brendshëm, është bo edhe me përkrajnë e USAID-it, konsulencave të USAID-it, do me thonë jënë duke bo 100 miliona euro jënë duke investu për mushtuje gjatësia. Do të me pos edhe një fakt parasysh që dje ka pos shumë deklarata që ka pos shumë deklarata për tymin e zi. Arben du të me pos qartë të gjithë që çdo termocentral që punon, që operon me linjit, pavarësisht ku është ai, a është në Kosovë, a është Bashkimin Evropian apo kudo që tjetë, startimi bëhet ose me naftë ose me mazut, që na në dy termocentralet i kemi ndryshme. Termocentrali Kosova A e ka me naftë, termocentrali Kosova B me mazut. Deri sot të bëhet nxemja e kalldajave në këtë rast, startimi bëhet me naftë në Kosovën A, me mazut në Kosovën B. Nuk ka mundësi teorike për mu nalë timi për disa orë deri sot të nxehet. Tash dikush për këtë përdor, po spekulon një timi zi, jo kall, jo shumë, nuk ka mundësi teknike, teknologjike, nuk ekziston kërkun. Pyet në këndoni, nuk ka mundësi të tjera përveç startimit me naftë. Edhe deri sa stabilizohet, deri sa fillon djegja me linjit, nuk ka mundësi tjetër përveç asaj. Gjithashtu duhet me pas parasysh që Korporata Energjetike e Kosovës ka investu shumë edhe në pajisjet personale mbrojtëse për gjithë punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës. Madje, unë dje kam bisedu edhe me drejtorin përgjithës që është për siguri industriale edhe shëndet në punë. Çdo person e ka kartelën e pajisjeve mbrojtëse, cilat i merr me numër, me regjistër, edhe në rast se ka dëmtime apo të pajisjeve, ato mund të më